Vetëm 14 ditë pasi u ndeshën në finalen super dramatike të Ligës Unike, e cila shkojnë vazhdime ku vllaznimin poshti Sigal Prishtinën po këtë palestër për të fituar trofeun e parë pas plus 29 viteve. Këto dy skuadra po ndeshën përsëri në po këtë palestër sonte për të filluar serinë çerek finalit play-offit. Po shohim edhe peshet startose Taran Davis, Mallbashish, Lekndreja dhe Janjeva. Në tjetër pra të vllaznimi kemi Anderson Helms, Koshi, Gjitobo dhe Poloshka, pesha startuese e zakonshme e trajnerit. Dhe çerek finalet dhe play-offi 2025 filloi me topin e parë të Mallbashishit për Tarantin, Mallbashish dhe Gjitobo. Lekndreja me të parën, Lanson tenton qëllën. Trajneri Olmos ka 2 ditë në fakt të drita e tretë. Dhe përgjigja vjen nga Don Poloshka, qendra rivali dhe ja vjedh topin. Janjeva me tentim për 3 pikë. Lanson qëllon dhe e përsin e rikthen tek Prishtinasit. Po, pick and roll, shpejt lëviz topi edhe një herë te Don Poloshka. Tentim për 3 pikë. Mbet edhe 4 minuta loj, bëhet gati për të inkuadruar në loj Shoshaj dhe Anderson kësaj radhe. Realisht e merituar është kjo e përsim. Çfarë pasimi, çfarë? Ose Carter Treshi si të doni, Carter Treshi për 2 pikë me dyshë, të cilët e patën një seri prej 17 me 2. Edhe një tjetër Treshe, edhe një Treshe tjetër e Anton Walkeri, dhe kjo është e përsia më e lartë. Treshja e 5 të vllaznimit, me të vërtet sonte janë vrasës me Treshin. Ma i saktë se vetë po sa u inkuadrua në lojë. Futen i vetmuar Janjeva tenton dhe Treshën e realizon për të afruar. Sa bukur nga ana e kundër dhe përton shkruajtjeve të lira. Pra nga loja vllaznimi ende. Çfarë blokade! Blokade Helms. Ja të rën keq. Vjen topi Poloshka për Arbër Sinani. Sonte bananet me të lira po shkojnë në Prishtinë. Të dyja skuadrat të Shirin Davis Don Poloshkën, sepse nuk është Arjan Azemi dhe kësh faul. Davis, ja se si bukure shek 4 i cili nuk faj parazohet në 30 me 30. Prishtina. Çfarë lëvizje mashtruese. 18 me 2 për 32 me 30. Sigal Prishtina e ka shtrënguar mbrojtje mirë, po ja vjen Treshja tani. Bukur atje me njëherë shmangët nga presioni dhe kjo është Poloshkës. Lekndreja në anën tjetër përgjigjet në Treshe me të mbrojtje zonale e përsëri sikur çdo gjë e niveluar. Sa bukur atje. Mallbashish asiston dhe Davis e gozhdon. Helms kundër sul, shkon vet, depërton dhe realizon me një misim. Në anën tjetër fakt ishte Davis dhe Lekndreja i përsëri me Treshën e tij për 46 me 45, 1 pikë përsi. Vetët pa Treshe Anton Walker, i vetmuar. Dishe fenomenale, eshe në dëmërtime. Depërton atje si poshet babës. Edhe në Gjakub. Edhe një tentimi Don Poloshkës në qintat e fundit me Treshe për 50 me 51. E rikthen rezultatin e tretë Donit. Lekndreja Rekulli asiston Qoshën zakor Koshin e çmonton. Çfarë loje? Lojë fenomenale dhe me intensitet të lartë agon. Helms. Ati Koshi tenton për 3 pikë dhe realizon për të parazu çdo gjë në 54 me 54. Qartë trajneri Olmos. Qartë trajneri Olmos, qartëmi edhe ne, kjo është shmenduri, kjo është me të vërtet mënyra ma e bukur, po e themi për herë 7, 8, 9, 10, s'ka lidhje sot. Bukuraj. Çfarë asistimi nga Don Poloshka.
Helms tani vjen edhe një tjetër treshe e Jericho Helms po vazhdon vllaznimin të Çerek finalin e parë të play-offit. Çfarë treshe e Rikit. Theon Anderson tepërton dhe kosh e fol shënon. Zimi nga Anderson. Shikoni reagimin e Paco Olmos i cili shpërtheu atje nga nervoza pse e lën të depërton dhe shkaktuan faul nga topat e fituar dhe Barazon luftëtari i Shkodrës. Dalët për Polloshkën i cili tenton për trepi. Me Don Polloshka super i nxehtë sonte. 16 pikë të Donit, 4 treshe. Shojmë mbrojtjen perfekte të Anderson nga mbrapa e përcjelli, e priti Donin edhe e riktheu topin. Fantastik. Polloshka dy fishohet. Mbrojtja fenomenale. E Lekëndrejt i cili Lekëndreja shpërthen palestra. Çfarë drame. Shikoni edhe Sharinin s'po mundet me besu Jeronimo Sharin. Çfarë gabimi atje. Tre Anderson shefët pas topit atje. Nënën tjetër për mrekullin në thellësi. Atje Davis asiston. Të vazhdime sikur se në finalen e Ligës Unike. Dhe Polloshkën atje 4 realizon. Time out ka kërkuar Jeronimo Sharin. Çfarë loje? Të tjerë do shohim si do të shkojnë gjërat. 4 pikë të rëndësishme të Prishtinës, por pa tjetër duhet theksuar Prishtina në mbrojtje në këto momente shumë e koncentruar. Edhe shumë e angazhuar. Definitivisht duhet Ati Koshi tenton nuk realizon dhe Mahal Bashishi e kap të top e gjuan atje. Dhe ndeshja mbyllët me fitoren dramatike të Sigal Prishtinës 71-69. Pa.